Përket lëvizjes vetëvendosje, qëndrimi ishte që sa më herët që shpallen aq më mirë. Ne ende nuk I kemi detajet e kësaj çështje, domethënë nuk I kemi detajet se si do të futemi në këtë zgjedhje. Duhet ta konstituojmë kuvendin, duhet ta shpërndajmë kuvendin, por për këtë duhet marrëveshje politike. Është jashtëzakonisht me rëndësi që zgjedhjet lokale të mbahen sa më shpejt aq më mirë. Tani nëse zgjedhjet shpallen nesër, është mundësi edhe data 5 tetor, por po ashtu edhe data 12 tetor apo data 19 tetor. Këto ishin 2 apo 3 data që u përmendën më së shumti. Në fakt, shumica e përfaqësuesve apo kryetarëve të partive politike ishin për 12 apo 19, ndonë se qëndrimin e paraqesin ata vetë, por sa I përket lëvizjes vetëvendosje, qëndrimi ishte që sa më herët që shpallen aq më mirë, duke pasur parasysh që mund të kemi edhe ballotazh. Secilin prej kandidatëve apo kandidateve do ta bëjmë publik me kohë, me radhë. Ne ende nuk I kemi detajet e kësaj çështje, domethënë nuk I kemi detajet se si do të futemi në këtë zgjedhje. Presidentja edhe në letrën që e ka drejtuar për Kuvendin e Republikës së Kosovës, pra kryesuesit të seancës, I kishte kërkuar që të gjitha partitë politike kanë për obligim që të gjejnë mënyrën që të diskutojnë, që të gjejnë mënyrën për të dalë nga kjo situatë. Të njëjta qëndrime natyrisht I paraqiti edhe sot, ndonse siç e thash jo formalisht apo me mikrofona të hapur, por gjatë fazës së konsultave. Ishte një ide që të vazhdojmë që të shpallen zgjedhje të dyja, edhe ato të jashtëzakonshme, edhe bashkë me ato lokale. Qëndrimi jonë është për neve është rëndësishme që të konstituohet kuvendi, të votohet qeveria, por nëse sot ka qenë e 18-a seancë prej një majit, pra prej kur ka filluar propozimi për komisionin për votimin e fshet, nuk ka vullnet, atëherë ne nuk po shohim zgjidhje. Prandaj edhe PDK-ja u pajtua, besoj që edhe kryetari I PDK-s mund ta thotë këtë. Ideja ishte e imja, për faktin se edhe sot e përmenda në paraqitjen para mediave, për ata që kanë qenë aty, dhe ju referuan asaj deklarate, dhe unë isha shumë e vullnetshme që diskutojmë edhe për këtë, por ju e dini që duhet ta konstituojmë kuvendin, duhet ta shpërndajmë kuvendin, por për këtë duhet marrëveshje politike.